Vazhdojmë me nominimin e fundit të kësaj kategorie, është pop folk video klipi për duet më të mirë dhe ata janë. Kemi jashtëzakonisht duetet të mira në këtë kategori. Dueti im i preferuar është dhe të shohim se cili duet ka bërë videoklipin më të mirë në kategorinë pop folk. Blinera dhe Hekurani. Mos e lë për pak. Ku janë Blinera dhe Hekurani? Hajde Hekuran. Njërën pjesë të duetit e gjetëm. Urime. Çka u bë me Blinera? Nëse mundona me Çka u bë me deshifru Blinerën? nocionin befasi që kjo është. Çka u bë me Sa erdha nga Blinerën? Zvicra, Blinera realisht mori në telefon, tha jemi të nominuar, thash nuk kam lidhje. E di që i kom hin hak televizionin në qoftë se e qet këtë moment, kërkoj falje për Blinerën që se kum lemu, se kum ditë. Kështu që faleminderit për nominimin, faleminderit publikut, ka qenë me të vërtet një punë shumë e nxjeshur kohëve të fundit, jo pa tekst, studi. Jeni të drejt për drejt në televizion, kështu që ju dëgjoj Blinera dhe i mori faljet tuaja që nuk e lanë. Urime dha zoti vitin tjetër edhe çmimet e tjera. Mirënjohje ju lutem. Faleminderit Gresa, Faleminderit kolegi Gresa. dashur. Toni faleminderit. Valon Gjemaili nga stafi. Ftojmë Valonin këtu, ftojmë Shkurten që ti ndaj këto çmime, Ziko TV. Ti që s'deshte të flasish, apo jo? Urdo, E di që ke do prit një përgjente, po jo. urdo. Videoklipi Ziko TV i takon Dapina Zeqirit dhe Hegoran Krasniqit. E gjetet, urime Dapina. Urime Hekuran. Dhe në fund ka gjasa edhe një çmim tjetër. Ka edhe Urdoni. shumë çmime paundar, nuk i dihet. Faleminderit shumë. Faleminderit të gjithëve. Festim, faleminderit shumë. Gens për Elvukaj, faleminderit për këngën. Hekuran Krasniqi, faleminderit për bashkëpunimin dhe normalisht faleminderit të gjithëve që keni ardhur këtu sonte. Faleminderit. Mirë. Publika, si zakonisht, unë e përdore një shprehje, kur shkoj me bo muzikë dhe qillojnë, për shamo kolegë, thonë, Dardhaxhia mi shit, Dardhaxhis, Darda është problem. A ka mundësi në këtë rast, për Dafina Zeqirin, një shqiptare që jeton në Suedi në rrethana ekstrem të mira dhe minorizoa fantastik t'ja. Duar trukitje, sigurisht, sigurisht. Dafi! Bravo, 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 bravo. Atëherë të dashur shikues të televizionit Ziko, këtu pranë me është edhe një këngëtar tjetër shumë i dashur dhe shumë i çmuar nga ana juaj, është Hekuran Krasniqi. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhën Xhilan. Mirëmbrëma, mi së gjeta, urime për organizimin. Faleminderit shumë. Si po ndihesh necën e çelimit kuç? Kuptohet që s'është hera e parë, por ndoshta është hera e parë në Xhilan. Sigurisht e emocionuar, jo si ditëve të zakonshme, edhe me të vërtet, po mirë shumë mirë që miq dashamirë dhe gjithë ata që i përkrojnë artistat, ma në fund e kanë bërë një organizim edhe në Xhilan, edhe uroj që kjo të vazhdojë të ketë traditë dhe në qytete tjera. Rregull Hekuran, në cilën kategori je i nominuar sonte? Janë disa kategori ndryshme, do e shohim atje brenda, jam i ftuar që të marr pjesë, shpresojmë që të fitojnë ata që e meritojnë edhe të kalojmë sa më mirë. Shpresojmë edhe ne që të fitojmë më mirë dhe takohemi në after party. Mirë. Hajde me të mira, ciao, Ziko. Vazhdojmë tutje për ndarjen e çmimit për producentin e vitit në Zhurma Show Awards 2009. Marim Saranda të na kumtoj çmimin për këtë fitues. Basi nga fundi jeni lodhur tani, ha? Mirë, Saranda, kush është fituesi? Dhe fituesi është
Hekuran Krasniqi. Faleminderit shumë, kaloni mirë. Faleminderit. Këtu pranë me është edhe këngëtari Hekuran Krasniqi. Hekuran, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se gjetëm. Mirëmbrëma dhe për ju. Mirë se erdhe. Çush po ndihesh Hekuran, ç'po do këtë organizimit e pijut këç? Fantazi. Jam pak emocionum se di çush ka fillu, sa ka pas vështirësi dhe vërtet nga zemra ju përgëzoj dhe ju uroj shumë suksese. Faleminderit shumë, uroj që të kaloni sonte sa më mirë. Dhe tani në radhë kemi disa çmime shumë të veçanta. Kolegja jon, autore e të vetmit emision dedikuar ekskluzivisht kinematografisë në Radio Televizionin Publik të Kosovës, zonjusha Mirjeta Baraliu, vjen në skemë për të ndarë disa çmime shumë të veçanta. Best Duo apo Grup, Best Movie Song, kënga më e mirë me motive nga filmi dhe çmimi True Story, këngën më të mirë të dedikuar për një ngjarje të vërtetë. Ftojmë Mirjeta Baraliu nga Radio Televizioni Publik i Kosovës për të ndarë këto çmime të veçanta në këtë edicion të 6-tit me radhë të Zhurma Awards 2010. Dhe kolegin e saj Ardianën, jeni shumë të mirë se ardhuna. Mirë mbrëma, fillimisht përgëzoj Zikon për këtë eveniment dhe uroj që Zhurma Show të mbushë jo 6 për 60 vite dhe të vazhdoj akoma që të vlerësoj më të mirët dhe të shpërblej më të mirët në botën e muzikës. Të shohim të nominuarit. Best Duo Group. Dhe të shohim se kush është fitues për duo spotin videon më të mirë. Është DJ Hekuran Krasniqi. DJ Jazz and Hekuran Krasniqi and Legenda, Çokolat, titulli i këngës. Ftojmë në skenë. Bravo, Eki. Si jam Mr. Bini. Një tuar turkite për një me për moderatorën nga Shqipëria. T'male. E përshëndes shumë DJ Jazzin. Është një DJ cili nuk ka investu kushe disa sa në karrierën e vetë muzikore, po është njërin ndër ata që shumicës prej neve që të kush ka dalë në diaspor ja ka lëshu këngët. Edhe o kujdes për mos mu grithë CD-ja. Një duar të kitet madhe për DJ Jazz. Mirëmbrëma të gjithëve, faleminderit Hekuranit për duetin, Zhurma Show për këtë spektaklin e tillë. Faleminderit shumë. Kaloni sa më bukur. Se për duket? Bukur, Ziko, gjithë kohën i mirë. Ishë shëruar me? Nusën time. Me nusën dhe. Se për duket mirë? Mirë, shumë falim. Se nuk e lënë Hekuranin të vije vetëm? Se s'ka kuptim. Bravo. Hekurani nominuar apo do të ndash në çmim? Kësaj radhe më kanë thyja se pjesë e ekipës si konsulencë dhe besoj se do ta shpërndojmë në një çmime. I nominuar nuk jam kësaj radhe. Më tregon pak nuse Hekuranit, je kujdesur për garderobën e Hekuranit? Po. Se duket mirë? Shumë bukur. Kalo sa më mirë. Atëherë, mirëmbrëma, sa po erdhe dhe Hekuran Krasniqi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Hekuran, mirë po dukesh kuq e si? Faleminderit. Mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se gjeta. Si po ndiheni sonte? Mirë, shumë fantazi. Hekuran, jeni nominuar apo jo? Nuk jam i nominuar, jam pjesë e këtij show të madh. Gjithsesi për këtë arsye desha dalim te pjesa. Edhe po ndjehemi shumë mirë, besoj që do t'ja kalojmë shumë bukur sonte. Hekuran, unë duroj shumë suksese dhe shpresojmë që sonte do të jetë me atë shumë e mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Dhe Hekuran Krasniqi,
urime, suksese. Jap mirënjohje për këta krijues për 100 vjetorin e pavarësisë shqiptare. Mikrofoni për ju. Ka mundësi fillimisht në duar të kje për Naimin. Për Naimin? Vesh për Naimin. Me që, fali, ku haru krejt që është Miria, fali. Edhe për Mirien e lutem. Unë me sinceritetin ma të madh që del dikun për funit lukthit që tu shkon ka zemra, vjen dhe në kry dhe thuhet me gojë. Respekt për krejt luftëtarët e ushtrisë ligjimtare të Kosovës. Në këtë rast, i përshëndes ish ushtarët e UÇK-s Njësitin Arbri, të cilët kanë dhënë një kontribut të paparë në luftën mbar shqiptare, gjithashtu ata kanë qenë të pranishëm në videoklipin tim. Faleminderit shumë. Faleminderit e Kuran.